Në prag të festës së Fitër Bajramit, arqipeshvi i Shkodër Pultim Zot Giovanni Peragjine i ka përcjell një urim besimtarëve musliman në prag të kësaj feste të shënuar. Në një letër drejtuar Muftiu të Shkodrës Imam Muhamet Sytari, si dhe të gjithë vëllezërve e motrave muslimane, Im Zot Peragjine shkruan: Me rastin e përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit dhe të kremtimit të Fitër Bajramit, dëshiroj t'ju drejtoj përshëndetjen time më të përzemërt dhe urimet e mia më të sinqerta të gjithë besimtarëve musliman. Muaji Ramazanit përbën një kohë të veçantë hiri dhe përkushtimi shpirtëror për besimtarët musliman. Përmes agjerimit, lutjes së përditshme dhe veprave të mëshirës së të bamirësisë, besimtari përpiqet të pastrojë zemrën, të forcojë besimin në Zotin dhe të thellojë ndjenjen e përgjegjësisë ndaj të tjerëve. Në këtë mënyrë Ramazani bëhet një rrugë e vërtetë ripërtëritjes së brendshme dhe afërsisë me Zotin, por edhe një shkollë e solidaritetit, e drejtësisë dhe e dashurisë ndaj të afërmit. Fitër Bajrami, që kurorëzon këtë kohë të shenjtë, është një ditë gëzimi dhe falënderimi ndaj Zotit për dhuntitë e tij të shumta. Është një festë që i fton besimtarët të hapin zemrën për pajtim, për mirësi dhe për ndarje të gëzimit me familjen, me miq dhe në mënyrë të veçantë me ata që kanë më shumë nevojë për afërsinë dhe ndihmën tonë. Në realitetin e vendit tonë, të shënuar nga një traditë vyere, respektit dhe bashkëtesës ndërmjet besimeve të ndryshme fetare, kjo festë merr një domethënie edhe më të thellë. Ajo na kujton se përtej dallimeve tona jemi të thirrur të ndërtojmë së bashku një shoqëri të themeluar mbi dinjitetin e çdo personi, mbi drejtësinë, mbi solidaritetin dhe mbi paqen. Në këtë frymë vllazërie dhe respekti të ndërsjell, bashko me ju në urimin që Zoti i Gjithfuqishëm t'ua pranojë agjerimin, lutjet dhe veprat e mira të këtij muaji të bekuar, dhe që festa e Fitër Bajramit të sjellë paqe, shpresë dhe bekim për familjet tuaja dhe për mbar shoqërinë tonë. Me urimet më të mira, me respektim Zot Giovanni Peragjine, arqipeshkëvi Shkodër Pult.